Më leoni dhe një reflektim të fundit lidhur me protestën e opozitës të së shtunës, ku pati akuza shumë të forta se u targetuan gazetarët që po mbulonin protestën. Ky vend ka parë protesta edhe më të dhunshme, në situata edhe më të rëmujshme dhe tensionuara politike. Zakonisht gazetarët janë ruajtur nga të dyja palët, edhe nga policia dhe nga protestuesit të kujdo pale që kanë qenë ata, me përjashtime ndryshme. Por këtë herë duket se pati ankesa shumë të mëdha se gazetarët nuk u mbrojtën fare. Shiko, ajo që ndodhi ishte edhe nguti, po ishte edhe përdorimi një instrumenti dhune për mua i panevojshëm në shpërpjestim të plot me atë që po ndodhe nga ana e policisë. Dhe aty pastaj, si më thënë, shkoj i thati me të njomin, dhe nuk e kam, jo vetëm gazetarët sigurisht, sepse janë në krye detyrës, po njerëz ka lidhje fare me ngjarjen, po u përfshin. Ne kemi parë se si u arrestuan njerëz që shkonin në punë tyre, sepse dora e policisë dhe e ngutit policisë u zgjat deri edhe në sheshe dhe në kryqëzime që ishin disa kilometra larg kryeministrisë ku mbajt demonstrata apo protesta. Pra policia u fut në rolin me një urdhër sigurisht. Unë dua të dalloj këtu policët që marrin urdhën, edhe pse urdhri është i padrejtë, po sigurisht ata janë të detyruar sepse fluturojnë nga puna e shumë reperkusione të tjera. Por gazetarët, për të kthyer tek thelbi i pyetjes, u gjendën padrejtësisht jo vetëm në trysni fizike, por edhe në pamundësi për ta raportuar ngjarjen. Dhe këtu hym pastaj kthehemi prapë tek ajo që diskutuam në fillim të bisedës, krijimi i kushteve ose heqja, pamundësimi i kushteve të gazetarëve për të raportuar ngjarjet. Dhe kjo ndodhi, gazetarëve ju bë pamundur për të raportuar një ngjarje të barabartë, si për ata që protestonin, si edhe për ata që u kundërvuan protestuesve. Në këtë kuptim ishte tejkalim i disafisht i një autoriteti dhe përdorimi i një dhune e cila edhe një herë ishte e panevojshme, sepse nuk kishte as kërcënim, as njerëz të armatosur, as njerëz të rrezikshëm, dhe përveç tjerave kishte edhe një hapësirë, pra një kordon sigurie mes protestuesve dhe policëve. Por ky ishte vendimi i shefave të policisë dhe sigurisht kuptohet se nga vjen dhe pse u dha dhe pse u shfalos në atë mënyrë. Po.